do të flasim me Albion Kurtajn, futbollistin e skuadrës Ferizojit. Albion, faleminderit shumë për kohën dhe prezencën në emisionin Kampionat Plus. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën. Albion, si është atmosfera në klub? Në këto ndeshjet e fundit keni arritur disa fitore mjaft të rëndësishme që ju kanë ngritur edhe në renditjen tabelare. Po, normalisht atmosfera është jashtëzakonisht e mirë. Është atmosfera jashtëzakonishme kur fiton, sidomos kur e kena nisë sezonin pranveror me do fitore shumë të rëndësishme për klubin tonë. Edhe po besoj jena një grup shumë i mirë me të cilët kena kriju një atmosferë fantastike edhe po synojna me vazhdu me të njëjtat rezultate. Kjo fitoria ndaj Suarekës, Albion, shumë e rëndësishme, duke marrë parasysh edhe tani më që po renditeni në pozitën e 6 në renditjen tabelare, dhe do t'jeni një pikë para Dugaxhinit edhe në rast se fiton Dugaxhini sot ndaj Malishevës, në fakt që është duke fituar. Mendon që ende ka luftë, ende do të luftohet për të ikur këtyre pozitave të fundit dhe pozitës së barazhit për Ferizajn? Patjetër, në sezonin pranveror çdo ndeshje kemi finale, po ndërsa sa përket lojës me Suarekën, domethënë kemi qenë shumë brapa Suarekës nga stinori vjeshtor, me këto fitore tani kemi arritur me dal plus 3 pikë nga Suareka dhe më shkput, besoj shumë pak më shkput nga zona e fundit, pasi që gjitha skuadrat po luftojnë jashtëzakonisht shumë edhe po zhvillojnë shumë futboll cilësor edhe luftarak në aspektin sportiv. Ferizoj me atë fitore besoj jemi qetësu pak, po nuk është që kemi bën një punë shumë të madhe. Puna e madhe kryhet vetëm kur i arritmi ato qëllime të cilat i kemi vendosur me ekipin edhe me stafi presidencial. Qëllimi kryesor është mbetja në Superliga, po, Albion? Po qëllimi kryesor është t'i marrim ndeshjet një pas një. Shohim që janë jashtëzakonisht skuadra të mira, është Superliga është shumë e luftuar si vjetë dhe qëllimi është me marrë ndeshjet një pas një, me fitu gjitha ndeshjet edhe me shiku se deri ku po mrin. Normal qëllimi është me mrin pjesën e epërme të tabelës, ku domethënë me 2 fitore po je shumë lart, 2 humbje domethënë po të çojnë krejt në fund tabelës, edhe kjo po na bën pak që mos me nejt domethënë asnjëherë qet, me qenë gjithmonë të gatshëm tu e prit çdo ndeshje e radhës. Po Albion, çfarë ndryshoi te Ferizaj në këtë stinor pranveror, ku e keni nisë mjaft fureshëm? Cilat janë ato ndryshimet që u bën? A ndoshta janë sekret të ndryshimet nga trajneri Ersim Abazi që janë bërë? Jo, nuk janë sekret, po unë mendoj që sezonin e kaluar kemi humbur ndoshta ndeshje të cilat nuk është dashur mi humbë pasi kemi zhvilluar shumë futboll të mirë. Ka pas ndeshje kur kemi pas raste të jashtëzakonshme, po domethënë në fund kemi psu. Po besoj për dallim prej sezonit të vjeshtor në sezonin pranveror, skuadra është pjek, domethënë edhe stafi ka punuar jashtëzakonisht mirë me lejtarët, domethënë na i kanë ngulit mend, domethënë atë mentalitetin sportiv fituesi, domethënë që mos me tregu veten indiferent prej asnjë kundërshtarit, pa marrë parasysh se në çfarë pozita qëndrojnë ato. Po besoj ketë ai thelbi i skuadrës është pjekja të cilët e kemi kriju atë grupin, domethënë se pas ndeshje grupi veç pe merr formën edhe po tregohet shumë optimist për çdo ndeshje. Në aspektin personal, duket që sezoni ka ecë mirë, jenë ndër lojtarët kyç të Ferizajt. Si është luan? Ashtu që thash për ekipën, vlen edhe për mua, domethënë edhe në sezonin vjeshtor më me thonë jam kon pak i pafat sa i përket golave, asisteve, ndërsa tani në sezonin pranveror ka nisë jashtëzakonisht mirë, gjithmonë duke besuar veti, po duke mos i lënë anash edhe shokët e skuadrës, të cilët më kanë ndihmuar domethënë me arrit në këtë nivel që jam. Edhe po synimi është që me vazhdu me këtë formë edhe me ndihmu sa më shumë Ferizajt që me arrit çato synime të cilat i cekëm edhe më herët edhe me qenë sa më mirë në tabelë. Cila është situata me kontratën me klubin? Kontratën me klubin është deri në 30 qershor të këtij viti, domethënë s'ka dënë, po nëse gjanat ecin shumë mirë, domethënë me skuadrën e Ferizajt do të ulmë edhe do të bisedojmë ta shohim se çfarë. Gjithmonë nëse i arrim ato qëllime të cilat i kemi. Kuptohet, po në bazë kësaj forme duket që nuk do të mungojnë as interesimi nga skuadra tjera. Po qysh ka nisë sezonin normalisht ndoshta edhe nuk do të mungoj, po gjithmonë unë kam thonë te Ferizaj ndihem jashtëzakonisht mirë. Domethënë ndihem si në shtëpinë time, edhe këtu kemi gjithë që na përkrojnë, duke filluar nga presidenti, trajnerat edhe bashkëlejtarët na përkrojnë shumë, domethënë
Në çdo ofertë unë besoj kam e vendos Ferizojnë porin edhe me kqyr çka mujna me bëhe qysh, po ta qojmë, ka kohë deri në qershor, njerë janë do qëllime individuale me imri ekipore edhe ta shohim se çfarë do ndodh. Okej, Albion, falenderoj shumë për këtë lidhje, suksese ty dhe Feriza.